Në fakt, Lori, unë pra Nesër pritet po. zotin Flamur Hoxha, i cili është kandidat i Partisë Demokratike. Po, ftoje Nuk e di nëse kam kohë. Po, patjetër, ftoje. Ftoje me shumë kënaqësi zotin Hoxha edhe si deputet. Zotin Po. Flamur Hoxha në fakt. Po, tashmë ka fituar, është në listën e mbyllur dhe padyshim me një pjesë të madhe të votash është deputet. Zoti Hoxha, e prisnit këtë rezultat? Absolutisht, ne e prisnim këtë rezultat, pra ne kemi punuar, strukturat kanë punuar dhe ky është një rezultat që pritej, ne shkojmë të sigurt drejt mandatit të dytë dhe ndoshta edhe me votat e diasporës, rezultati mund të shkojë rreth 56 apo 57% në të gjithë votat në nivel qarku për forcat tonë politike Partinë Demokratike. Kjo është më së sigurt dhe edhe pra sa ju raportuat për ato kuti të cilët kanë mbetur tashmë në Kukës dhe në Tropoj, po dhe më pas me votat që do numëron të diasporës, të cilët jemi të sigurt që janë shumica mbi 70% vota për Partinë Demokratike. Zoti Hoxha, ju e keni ndjekur në fakt procesin që nga dita e djeshme dhe për gjithë natës edhe ditën e sotme. Si ka qenë ecurja e gjithë procesin? Procesi ka vazhduar normalisht, ju siç keni parë dhe keni ndjekur në të tre PZZ-t. Në atë të hasit ka përfunduar tashmë, ka vijuar në has me votat për kandidatët dhe mendojmë që në këtë vjushmëri dhe me këtë normalitet të transmetojmë atë që duhet të transmetojmë në fushatët zgjedhore, qytetari, numrim respektim të vullnetit, pavarësisht se vullneti i dedikuar të formuar pak në Kukës po në gjithë Shqipërinë dhe urojmë që ta mbyllim dhe të vijmë më tej me përfaqësimin për nevojat e